Projekti hartuar nga Bashkia Dibër për asfaltimin e rrugës së fshatit Limjan ka gjetur financim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Prej pak ditësh ka përfunduar i gjithë zbatimi i projektit, që nga asfaltimi i rrugës e deri tek plotësimi me sinjalistik horizontale e vertikale. Zëvendës kryetari i Bashkisë Dibër Lorenci Baku tha se asfaltimi i kësaj rruge ka qenë një prioritet i vazhdueshëm i pushtetit vendor, ndërsa tashmë lehtësohet lëvizja jo vetëm për banorët, por edhe për vizitorët. Gjithashtu, si Baku shpreh se shumë nga banorët e larguar nga fshati kanë shprehur dëshirën për të ardhur dhe për të investuar në trojet e tyre. Është një fshat që përbohet nga rreth 90 familje. Në këtë rrugë, përveç këtyre banorëve të cilët jetojnë dhe zhvillojnë jetën këtu, kemi edhe banorë të cilët janë larguar, por që kanë shprehur dëshirë për të financuar dhe për të ndërtuar shtëpitë e tyre që i kanë këtu. Përveç kësaj, impakti i kësaj rruge ka bërë që edhe shumë vizitorë, qofshin vendas, qofshin edhe të huaj, duke qenë se edhe rruga ka pasur një impakt të mirë, ka bërë të mundur që të kemi edhe më tepër vizitorë për të lënë shtegun dhe për të vizituar edhe pjesën e bjeshkëve të Gramës. Është, thash edhe një herë, një fshat shumë i madh, por ajo që ka më shumë rëndësi për pjesën e kësaj është, do të thonë, natyra e këtij vendi, që do na bëjnë edhe ne si bashki që të mbështesim qoftë edhe me projekte të tjera, qoftë edhe me ndërtimin e sheshit, qoftë edhe me zhvillimin e bujtinave nga vetë banorët e zonës. Banorët e fshatit Limjan shprehen se asfaltimi i rrugës i ka dhënë frymëmarrje fshatit, i cili për më shumë se 3 dekada ka vuajtur nga gjendja skandaloze e rrugës. Me bërjen e rrugës që kemi vuajtur 30 e 2 vjet kështu afërsisht, që ka qenë katastrofa më e madhe për gjithë popullit dhe janë ngritë gjithë kanë ikë, duke ikë. Me që u bë rruga, si erdhi u bë rruga, të shikam të kthej, vjen tu pa, vjen nga kurbeti, nga mos, vjen e shohin, është bërë një gjë shumë e bukur. Dhe është bërë një rrugë me tamam për ne. Këtu blegtaria është shtume. Këtu ka banorë jashtëzakonisht, më shumë se çdo fshat. Dhe ne falenderojmë të gjithë pushtetin lokal. Turistë, se është hap rruga, ka vazhdu të ardhur turistë. Të gjithë ato që janë largu, ka rruga që ka vazhdu që 3 muaj mund të kenë ardhur mbi 70 familje. Duke vazhdu të bëjmë një investim, se gjithë që u bë rruga, se ka qenë rruga mal. Nga jashtëtit dhe nga Tirana. E mbë që të bëjnë një investim, ka lënë shtëpia të rregullojnë të bëjnë. Fshati tani që është bë dhe rruga, o bë shumë mirë. Se përpara ka qenë shumë keq, është fshat që vizitojnë dhe turizmi, edhe tani ka shumë përparësi përpara fshatit që ju bëj thirrje me të gjithë emigrantët që janë jashtë shtetit, të vinë të investojnë në fshatin e tyre dhe të jetojnë këtu, investojmë këtu, punojmë këtu. Me ndërtimin e rrugës janë kthyer edhe banorë që kanë banuar dikur këtu në fshat. Fshati Limjan ndodhet pranë bjeshkës së Gramës, e cila është prej vitesh një atraksion turistik për vizitorë vendase të huaj.